Përshëndetje dhe mirë se erdhët në tjetër video, sot do t'ju tregoj të gjithë koleksionin e paletave. Do filloj një nga një me të gjitha paletat, do filloj me paletën e parë që është kjo paleta nga Douglas, që ka këto ngjyrat shumë të bukura. Siç e shihni, ka të gjitha ngjyrat e tokës, por ka edhe shimër. Dhe gjithashtu kjo paletë mund të merret shumë mirë në udhëtime sepse është e vogël praktike, por ka edhe një pasqyrë. 3 mini paleta. Paleta e parë është kjo me highlight, që ka 2 highlight, një me ngjyrë rozë dhe tjetra është gold. Është kjo paleta këtu, që ka këtë ngjyrën që ka mbaruar, që është rozë e lehtë dhe këtë rozën pak më të fortë, është blush, dhe fundit paleta bronzer që mund të përdorë gjithashtu edhe për të bërë nuanca në sy. Kemi këtë paletën këtu, që është paleta nga Evelyn Cosmetics. Kam përdorur shumë këtë ngjyrën këtu, kam përdorur edhe ngjyrat e tjera. Këtë ngjyrën kafe këtu e përdor për të mbushur vetullat, sepse është shumë e lezetshme. Në vitin 2021-2020 nuk jam shumë e sigurt, dolën shumë në modë këto paletat me ngjyra nga Beauty Glaze dhe kam marrë Neptune që ka këto ngjyrat blu, ka këtë ngjyrën e verdhë shumë të bukur dhe ka këto shimër që janë shumë të lezetshëm këtu. Gjithashtu kam marrë edhe këtë këtu që është Saturn me ngjyra portokalli, ka ngjyra shumë të bukura, siç e shihni këtu. Këtë nuk e kam përdorur asnjëherë, duke qenë se kam shumë paleta me ngjyrat portokalli, këtë nuk e kam përdorur asnjëherë. Ka ngjyra shumë të bukura. Mendoj që ndonjë ditë do të bëj ndonjë look edhe duke përdorur këtë ngjyrën e verdhë këtu sepse duket shumë e bukur. Një tjetër paletë nga Beauty Glaze është kjo paleta këtu që e kam bler vitin e kaluar, ka ngjyra shumë të bukura dhe ka ngjyra që mund të bëj look artistik dhe mund të bëj kombinime nga më të ndryshmet. Ngjyrat më të bukura që më pëlqejnë janë roza dhe ngjyrat vjollë, si shimër ashtu edhe mat. Një tjetër paletë që kam dhuratë nga një mikesh, ka shumë kohë që kam këtë paletën, ka ngjyra të lezetshme, kam përdorur këto pjesa sipër vetëm me shimër dhe pjesa poshtë është me mat, paletë shumë e bukur gjithashtu. Dhe një tjetër paletë që është kjo paleta këtu që e kam collab, është PR nga Selen Cosmetics, është një paletë që nuk është më në stok. Por e ruaj edhe nëse nuk do të ketë më asnjë ngjyrë brenda, është një paletë shumë e bukur dhe e kam përdorur shumë, saqë edhe kjo pjesa këtu është shkëputur. Kam përdorur të gjitha ngjyrat, 3 nga ngjyrat kam mbaruar, kjo po mbaron, pra ka shimër dhe tonet me ngjyrë kafe janë shumë të bukura. Kjo është paleta nga Makeup Revolution, një paletë që e kam dhuratë, gjithashtu është shumë e bukur, ka këto ngjyrat shumë të lezetshme. Këto dyja janë pressed, pra Ziza pressed glitter, ndërsa këto janë shimmer. Këtu kemi dy tonë mat, ndërsa këtu kemi një base, që këtu nuk e kam përdorur asnjëherë sepse nuk më ka pëlqyer shumë kjo ngjyra këtu. Është si kremoze, besoj se është thjesht për të bërë pjesën e syrit para vendosjes së ngjyrave tjera. Këto dy janë paletet e para që kam bler, pra në vitin 2018-2019, kur kam filluar edhe videot. Kjo është me shimmer, ndërsa kjo këtu është me shimmer gjithashtu, ka shumë shimmer, vetëm kjo pjesa këtu në formë lëje, ka edhe ngjyrat e tjera mat, nuk e përdor sepse nuk ka shumë pigment, nuk më pëlqen, thjesht e kam ruajtur sepse është paleta e parë. Dhe gjithashtu kam edhe një paletë tjetër nga Makeup Revolution që më është dëmtuar edhe kapaku. Kjo ka ngjyrat më të bukura mat, ka plot ngjyra si shimmer, si mat, pra mund të krijosh nuanca nga më të ndryshme. Kam mbaruar disa nga ngjyrat. Paleta fundit që e ruajta sepse dua t'ju tregoj pak më shumë për këtë paletë, është një paletë e re që është shtuar koleksionit tim, është paleta nga Pierre René, që është shumë paletë e pigmentuar dhe gjithashtu shumë cilësore. Ka këto pressed glitter që janë shumë të bukura dhe mund të krijosh look fantastik. Ka pjesën e ngjyrave këtu sipër që janë ngjyrat e tokës, gjithashtu ka edhe këto rozat këtu, ka këto ngjyrat blu edhe boychill që më pëlqejnë shumë. Këtë paletën këtu, në qoftë se ju pëlqen, mund ta porosisni në linkun që do të lë poshtë tek description, mund ta porosisni këtë paletën, ndërsa këto paletat e tjera i kam bler në dyqane, i kam dhuratë dhe nuk mund t'ju lë linkun se ku mund t'i blini, ndërsa kjo është një paletë që unë kam marrë së fundmi, pra këtë vit, dhe kam postuar disa video me këtë paletë, do të postoj edhe të tjera në Instagramin tim, në qoftë se më keni follow, në qoftë se s'më keni, mund të shkoni të më ndiqni.
Dhe mund të përsisni këtë paletë, gjithashtu kam treguar edhe 2 produkte të tjera që i keni në Instagram. Faleminderit që shëndruat në mua deri në fund të videos. Do të kemi video të tjera së shpejti. Pafshim!